Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Fermerët e qermës së sipërme kanë dalë në protest për çmimin e shalqirit. Ata kërkojnë mbështetje nga shteti dhe paralajmërojnë falimentimin e bujqësisë. Fermerët e qermës së sipërme dolën në protest duke kërkuar ndërhyrjen e institucioneve për krizën që po kalon sektori shalqirit. Ata shprehen se çmimi ulët i shitjes, kostot e larta të prodhimit dhe mungesa e tregut po i çojnë drejt falimentimit. Sipas tyre, edhe pse qerma është një zonë me prodhim të madh shalqiri, pikat e grumbullimit favorizojnë divjakën, ndërsa prodhimi i tyre mbetet pa treg. Fermerët tregojnë se kanë vite që kultivojnë shalqirin, por këtë sezon situata është ndër më të vështirat. Ata thonë se këtë vit shalqiri po shitet me 80-90 lekë të vjetra për kilogram, ndërsa për të dalë me fitim, çmimi duhet të jetë të paktën 150 lekë. Sipas tyre, për kultivimin e një dynjumi me shalqi nevojiten nga 600 deri në 800.000 lekë të vjetra investim, ndërsa për sipërfaqe më të mëdha shpenzimet arrin në miliona lekë. Ne jemi në prag falimentimi, sepse ato lart kujtojnë sa vetëm divjaka, pa harrojnë që edhe fshatrat, ekzistojnë fshatra të tjerë. Bëjnë një filmim divjako, shalqini serës me 600 lekë, ne na harrojnë që ja bashkësim sot me 80 lekë. Kjo për unë naftën e kam marrë me 2200 lekë, është provuar shalqi. Nuk e ka marrë sa sot 1800 lekë. E merr një përbazë? Se merr. Kot muaj i bën kërkesë për të marrën lekët e 100.000 lekë në hektar. Unë 3 hektar tokë kam. 3 hektar bëjnë 300.000 lekë. 450.000 do siguracione. Unë do të fus në xhepit sigurohem herë, pastaj të marr ato 300.000 lekë hodej. Gjithë ky fshat me 20 fermer, po turpë. Çe janë 20 vetmerët? 500, pa ta quaj 500 dylym shalqi. Çe janë 500 dylym shalqi? Turpi zotit ka merr 2-13 milion lekë. Unë se kam bo bismillah fare. Turpi zotit. 1 milion lekë dylymi shalqi muluar në plasmas, 605 lekë kubiku. 2200 lekë nafta. Edhe sot e vojnë unë. Që vendje? Turpi zotit. Shit grundi 27.000 lekë. Shit misër ti 25.000 lekë. Shit eldi 25.000 lekë. Qumë shi 450 lekë. Edhe do igi e la, që të bëjmë? Më dhim se vetëm mjetët kam bletë 32 milion lekë mjetët me gjak, ti kyç aty dhe do igi e shtetit. E s'kam qita si kokër dhe emsat, më kalë më të tjena. Qa bëjnë të këshu, pëse s'bit makinët, ose të bëjnë pi grumullimi këto që të bit të orën të bit makinët të mushën t'i. Po mi qatë gjëhën të vjakë. Se që muha të vjaka vetëm të vjaka të thajnë atjetë të vdesim. Shteti, fermerin shqiptar nuk animon fare. Tani është koha grurit. Grur me 27.000 lekë kuntali është turp. Vem ka shalqini, vem ka plena, subvenciona s'tjapim, e na e pak rini që ka ngel këtu 10% ka e po ikën fare. E këmi gju kryeministrin e shumë mirë kote turizmi, po pa rini s'ka Shqipëri, pa bujqësi, pa blegdori, nuk ka Shqipëri. To janë ato. Ai ngajat mua, ai kryeministri e djeko turizmi. Turizmi, ora unë jem fermer, kam 4 hektar grur. Shalqini on për tokë, e ka me plasmos që, ka del mbi kosto. Shalqini me plasmos të 80 lekë litri, që kilogrami, është turp. Edhe unë kam mjellë si to këtu, si janë gjithë to këtu, me hektare. Unë du të rumë, tani kam marrë tu, kam 10 ditë, do marrë familjen dhe ike jashtë stetëni. Nuk ja del. Nëse situata nuk ndryshon, shumë prej fermerëve do të detyrohen të braktisin tokat, pasi siç u shprehën në protest, bujqësia ka marrë fund. 708 nxënës të klasave të nënta në Lushnjë, si dhe bashkëmoshatarët e tyre në gjithë vendin, mbyllën sot provimet kombëtare me testin e gjuhës së huaj. Me zhvillimin e provimit të gjuhës së huaj, 708 nxënës të klasave të nënta në Bashkinë e Lushnjës përmbyllën sot ciklin e provimeve kombëtare të arsimit bazë. Provimi nisi në orën 10 dhe përfshiu 4 gjuhë të huaja të detyrueshme: anglisht, frëngjisht, italisht dhe gjermanisht. Ndërkohë nxënësit që i përkasin pakicave kombëtare u vlerësuan edhe në lëndën e gjuhës së tyre, ndërsa nxënësit me aftësi të kufizuara që ndjekin shkollat e zakonshme i zhvilluan provimet sipas përcaktimeve të rregullores për provimet kombëtare të arsimit bazë. Testimi zgjati rreth 2 orë 30 minuta. Nxënësit u paraqitën 1 orë përpara fillimit të provimit në 8 qendra testimi të ngritura në shkollat 4 dëshmorët: Skënder Libohova, Fotopuka, Kongresi i Lushnjës, si edhe në shkollat e mesme të bashkuara në Kolonjë, Fjeshegan, Dushk dhe Krutje e Sipërme. Gjatë muajit qershor, nxënësit e klasave të nënta zhvilluan 3 provimet kombëtare: gjuhën shqipe më 19 qershor,
matematikën më 25 qershor dhe sot provimin e gjuhës së huaj, duke përmbyllur kështu procesin e testimit për arsimin bazë. Provimet kombëtare përbëjnë një etapë të rëndësishme në rrugtimin arsimor të nxënësve, të cilët tashmë përgatiten të vijojnë studimet në arsimin e mesëm. Tensione dhe përplasje pati sot jashtë dhe brenda kuvendit. Protestuesit hodhën vezë makinave të deputetëve dhe ministrave, opozitës i refuzohet interpelanca me kryeministrin Rama. Seanca plenare e kësaj të marte u zhvillua mes protestave jashtë godinës së kuvendit dhe përplasjeve politike brenda sallës. Para nisjes së punimeve, deputetët u pritën nga protestues të mbledhur përpara parlamentit, të cilët shprehën revoltën e tyre kundër klasës politike, duke i etiketuar ligjvënësit që hynin në godinë si të shitur. Brenda sallës debati u përqendrua te kërkesa e Partisë Demokratike për zhvillimin e një interpelance me kryeministrin Edi Rama. Kryetari i kuvendit Niko Peleshi bëri të ditur se kërkesa e paraqitur nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi nuk do të pranohej. Pas këtij vendimi, Bardhi akuzoi mazhorancën për refuzim të vazhdueshëm të kërkesave të opozitës për interpelanca. Ju nuk po mbroni kushtetutën, ju po mbroni kryeministrin nga llogaridhënia. Dhe detyra juaj është të mbroni dinjitetin e kuvendit dhe të garantoni të drejtat kushtetuese të këtij parlamenti për t'i kërkuar llogari qeverisë. Por ju sot zgjodhët të mbronit kryeministrin dhe jo parlamentarizmin. Megjithatë, unë e di pse Edi Rama nuk erdhi edhe sot në seancë plenare. Sado manipulator, Edi Rama e di se nuk mund të flasë në publik për krimet e tij shtetërore. Ai është peng i tyre dhe unë besoj se Edi Rama e ka menduar realisht dorëheqjen, atë që u tha ju në mbledhje grupi, por nuk mund ta jap dorëheqjen, sepse nuk është më një njeri i lirë. Në emër të mazhorancës, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla ju përgjigj akuzave dhe kërkesës së opozitës. Shumë prej jush që gëzoni kur protestuesit thirrin Berisha në burg, sepse me të drejtë e shikoni këtë si të vetmin shpëtim nga Saliu. Ka këtu mes jush që doni të shpëtoni nga Saliu, këtë e di unë, u bëm kohë bashkë. Edhe shkoni aty në protestë me shpresën që ne se heqim do të Saliun, po do Zoti na e heq protesta Saliun. Ndoshta u heq protesta Saliun, por një gjë protesta ja arriti. Ju protesta ju mundi, ne protesta nuk na mundot. Partinë Socialiste të Shqipërisë nuk e mundot askush. Gjatë seancës, kryetari i kuvendit Peleshi njoftoi gjithashtu se deputetja Mariana Koçeku është larguar zyrtarisht nga Komiteti Parlamentar për Stabilizim Asocim. Në vend të saj është caktuar deputeti Erion Malaj. Ndërkohë protestuesit qëndruan jashtë parlamentit dhe qellonin me vezë shishe me ujë deputet dhe ministra që dilnin nga godina. Ministri e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj në konferencën me gazetarët njoftoi se shteti do të jetë bashk investitor në projektin e Sazanit dhe pensionet indeksohen me 2.7% nga korriku. Ministri e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj bëri të ditur se qeveria ka nisur punën për zhvillimin e ishullit të Sazanit, duke theksuar se ai do të mbetet në pronësi të shtetit shqiptar. Në një konferencë për shtyp, Ibrahimaj deklaroi se shteti shqiptar do të jetë pjesë e projektit si bashk investitor dhe bashk pronar, ndërsa aktualisht po zhvillohen negociata me kompaninë investitore për të përcaktuar përqindjen e pjesëmarrjes së shtetit në investim. Në zonën e Sazanit kemi filluar punën për të bërë disa veprime në lidhje me zhvillimin e zonës së Sazanit. Sazani është një ishull i cili, siç është përsëritur dhe herë të tjera, do të mbetet në pronësi të
shtetit shqiptar. Shteti shqiptar në atë projekt do të futet si bashk investitor, bashk pronar. Jemi duke negociuar me kompanin për sa i përket përqindjes që shteti do të ketë në zhvillimin e projektit dhe pa diskutim që sa po të kemi një pasqyrë më të qartë se si do t'jenë kushtet, sa përqind do t'jetë shteti shqiptar dhe kohët e lëvrimit të projektit, do t'i bëjmë transparente. Gjatë konferencës, ministre u ndal edhe tek pensionet duke rikujtuar se në mbledhjen e fundit të Këshillit të Ministrave është miratuar indeksimi i tyre me 2.7%, i cili do të hyjë në fuqi duke nisur nga muaji korrik. Në mbledhjen e fundit të Këshillit të Ministrave neve miratuam indeksimin e pensioneve i cili nuk do të jetë më në tetor, por do të jetë në korrik. Norma e indeksimit e rritjes së çmimeve për shportën e pensionistëve rezultoi 2.7%. Ne kemi treguar që gjatë përballimit të krizave kemi pasur një vëmendje të shtuar drejt atyre grupeve të popullsisë të cilët nuk mund të përballojnë rritjet e çmimeve. Ajo theksoi se qeveria ka mbështetur vazhdimisht shtresat më të ndjeshme të popullsisë gjatë periudhave të krizave ekonomike dhe shtoi se aktualisht inflacioni në vend është rreth 3% në përputhje me objektivin e Bankës së Shqipërisë. Afati ankesave për zgjedhjet në Kosovë ka përfunduar. 5 janë kërkesat për parregullsi gjatë procesit zgjedhor nga subjekte dhe parti në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Ka përfunduar afati për paraqitjen e ankesave në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa lidhur me rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të 7 qershorit në Kosovë. Në total janë depozituar 5 ankesa, të cilat do të shqyrtohen nga PZAP brenda 4 ditëve. Mes ankuesve janë edhe 2 kandidatët për deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, Bekim Haxhiu dhe Qëndrim Kryeziu. Ata kundërshtojnë rezultatin e shpallur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës, duke pretenduar se gjatë numërimit janë konstatuar pasaktësi në regjistrimin e votave dhe kërkojnë rinumërim të plot të kandidatëve të PDK-s. Ku janë evidentuar 221 vota të regjistruara në regjistrimin fillestar gabimisht. Mua si kandidat në këtë rinumërim janë shtu 6 vota. Ne po kërkojmë diçka të jashtëzakonshme. Po kërkojmë vetëm ata që na kanë votuar, t'i falenderojmë dhe t'i kem numrin e saktë të votave sepse dihet që ka aty më shumë gabime se sa thonë ata. Ankesë ka paraqitur edhe lista serbe, e cila pretendon se ka pasur parregullsi serioze që kanë ndikuar në ndarjen e mandateve të rezervuara për komunitetin serb. Sipas saj, Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, udhëhequr nga Nenad Rashiq, ka marrë një numër të konsiderueshëm votash nga votues shqiptar. 2 ankesa të tjera janë dorëzuar nga Nova Demokratska Stranka, e cila gjithashtu ngre pretendime për parregullsi në procesin e votimit dhe numërimit. Pas shqyrtimit të ankesave nga PZAP, palët kanë të drejtë i drejtojnë Gjykatës Supreme të Kosovës dhe vetëm pas përfundimit të këtij procesi, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës do të certifikojë rezultatin përfundimtar duke i hapur rrugë formimit të institucioneve të reja të Kosovës. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.